Prandaj këta besimtarë që ka përmend Zoti në Kur'an nuk i përulën, nuk janë kohën kërkuj, edhe nëse janë keq. Mirë thot jemi. Kjo është prej edukatës islame më anku dikuj tjetër para Allahut. Prandaj të ndjesh krenar dhe të mos i shplesh hallet e tua. Kjo është ajo e kërkuara islame që çtu dush me mrit ti. Çtu dush me mrit. Prandaj kanë thonë ulemat, ti ankohesh mikut edhe atij që ta do të mirën. Lejohet edhe është obligim. Sepse ke meke, ke shake, ke tonë. Dhe ti lavdrohesh armikut edhe kjo është obligim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka urrejt mendjematësin, ecjen koklart, është e urrejtur. Përveç në xhihad, kur dalesh në front me armikun, ec koklart, ec mendjemadh, mi dhon me kuptu ati, se unë se kam gajle as jetën, unë se kam gajle as vdekjen, unë se kam gajle as pasunin, unë se kam gajle as dunjan, se unë nuk jetoj për dunja, unë jetoj për Allah. Unë çdo frymë që kam marrë për ditën e sotme. Unë çdo përgatitje që kam bërë për ditën e sotme. Yaumul malhama, kjo dita kur Allahu i teston burrat. Krenaria, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka pas sahabiun duke ecë me ndjemat, ka thonë Allahu e urren këtë ecje illa përveç në ditën e sotme. Kokën lart i papërulur. Kjo është mos më përul askujt. Prandaj edhe është e një ora e thonja e Khalid ibn Walidit, që të vim me burra unë, të cilët e dojnë vdekjen ma shumë se sa ushtarët e tu jetën. Krenar, se kanë gajle, nuk jetojnë për këtë botë, nuk i përullin kërkuj pos Allahut.